Kryeministri Hristijan Mickoski po duket gjithnjë më i hapur për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pasi dje i çoi mesazh LSDM-s të bëj kujdes se çfarë dëshirash ka, Понекогаш човек треба да внимава што посакува, може да му се оствари. Sot i ripyetur për këtë çështje, tha se nuk ka ndryshuar qëndrim, se zgjedhjet duhet të mbahen vitin e ardhshëm, por as nuk u ik të njëjtave. Не е тоа промена, мојот став е јасен за следната година, но сега ако ние имаме политичка партија и политички партии кои што сакаат да се одмерат на избори, ние нема да бидеме кукавици, ќе излеземе на тие избори и повторно ќе победиме. Opozitarja e LSDM thot se po ndodh plani që ata e kanë paralajmëruar, në fillim zgjedhjet parakohshme e më pas migrant për para, e tani Mickoski vetëm po e konfirmon këtë. Tashmë skenari dihet nga të gjithë, migrant për para, por më parë zgjedhje. Tek Mickoski dhe banda e tij ka ngutje, prandaj ajo që ekipi antikorrupsioni publikoi, kriminaliteti dhe korrupsioni me tender, ndodh për shkak se nuk ka para në buxhet, për shkak të ngjarjeve në rajon ku miqtë e tij më të afërt si Orban dhe Vučić po përballen me probleme në vendet e tyre, gjithashtu të lidhura me krim dhe korrupsion. LSDM përfundon duke thënë se do të vazhdoj luftën për drejtësi dhe po përgatitjet të kthejë pushtetin në duart e qytetarëve, pasi sipas tyre këto nuk do të jenë zgjedhje për një mandat të ri qeveritar, por referendum për të ardhmen e shtetit.